Mirëmbrëma miq të Klan Kosovës, unë jam Kushtrim Sadiku e ky është emisioni Magazina Zgjedhore, një emision që do të trajtojë ekskluzivisht zhvillimet apo ngjarjet, zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Fillimisht para nisjes së fushatës zgjedhore do të flasim rreth organizimit, mbarvajtjes dhe funksionimit ose zhvillimit të fushatës zgjedhore, për të vazhduar më tutje për të debatuar me kandidatët për kryetar të komunave pra në ditët që fillon fushata zgjedhore. Këto janë zgjedhjet e dyta lokale që kur Kosova shpallur shtet i pavarur. Zgjedhjet do të zhvillohen në 38 komuna, derisa të drejtë vote do të kenë më shumë se 1.7 milion kosovar, cilë do të zgjedhin kryetarët dhe asamblejistët e komunave të tyre. Këto zgjedhje organizohen nga KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, organi i cili do të përkujdeset kryekput rreth organizimit, derisa OSBE-ja do të lehtësojë zgjedhjet në veri që do të mbahen pra për herë të parë që pas shpalljes së Kosovës shtet të pavarur. Sa janë gati, sa do të monitorohen zgjedhjet nga shoqëria civile, çfarë thon gazetarët rreth këtij procesi, do të hap debatin e sotëm të parë me të ftuarit e mi. Zonja Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zonja Daka, mirëserdhje. Mirësi u gjeta. Zoti Leon Malazogu nga instituti D4D ose D4D ndryshe. Zoti Malazogu, mirëserdhje. Mirëserdhje. Nga krahami i majt, zoti Petrit Zogaj nga Koalicioni Demokracia për Veprim. Zoti Zogaj, mirëserdhje. Faleminderit për ftesën. Dhe Valmir Klaiçi, gazetar në të përditshmën Tribuna, realisht shefi i gazetës për sa i takon fushatës zgjedhore. Zoti Klaiçi, mirëserdhje. Mirëserdhje, faleminderit. E nisim me juve, zonja Daka, kanë mbetur edhe pak ditë që kur të nis edhe zyrtarisht fushata zgjedhore. Sa është gati KQZ-ja, sa i ka sjell punë në vend, nëse mund ta themi? Po, është e vërtetë se me 3 tetor fillon fushata dhe zyrtarisht fushata zgjedhore elektorale, pra dhe ne pothuajse në atë pikë nuk kemi ndonjë angazhim të posaçëm, sepse kjo pikë i takon më tepër subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre të bëjnë prezantimet e tyre politike, të shpalosin programet e tyre, natyrisht, me premtimet elektorale, ndërsa ne përgatitemi për pjesën teknike të organizimit të zgjedhjeve. Krimi tek pjesa teknike ka mbritur deri në fund përgatitjet e KQZ-s. Po pothuajse janë në përfundim sipër, ka mbetur të emrohen edhe antarët e këshillave të vendvotimit, që në këto 2-3 ditë në vijim do të bëhet, fillon trajnimi i tyre, pra trajnimi i këtyre komisionerëve, fillon shtypja e flet votimeve, materiali tjetër zgjedhor, senzitiv dhe jo senzitiv, dhe pas përfundimit të fushatës na presin zgjedhjet. Do të presim derisa të bëhet fushata në fillim. Zoti Malazogu, për herë të parë, veriu përfshihet në votimet e Kosovës, votimet që organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në fakt që në veri lehtësohen nga OSBE-ja. Çfarë do thotë kjo? Po, shtera parë që veriu voton në Kosovë të pavarur, kanë votuar vitin 2001 në numër mjaft madh, por do të thotë në kuadër të UNMIK-ut, kështu që nuk është marrë si një gjest që i pjesëmarrjes në zgjedhjet tona. Është një klim mjaft të vështirë, sepse aty përdoren edhe mesazhe shumë të larta politike, se ndoshta me një anë do t'i vullën një mesazhin se me këtë kthehet Serbia brenda do thotë në jetën e tyre. Kuptohet një pjesë e madhe tyre e kanë atë ndjenjën se jo, me këtë realisht pranohet Kosova në një formë ose tjetër, kështu që është një klimë, është një kampanjë dhe kundër kampanjë shumë e ashpër që po zhvillohet, por me shpresë se aty do të ketë një dalje spaku, ndoshta diku një rreth 20% që të ketë një qoftë një legitimitet minimal i komunave të reja, dhe gjithashtu me shpresë se komunat e reja të cilat zgjidhen nuk do të mohojnë dhe nuk do të në familë ngrihen raportet me Prishtinën, por do të kemi kryetar atje që spaku do të kenë një raport punues minimal me Prishtinën dhe do të pranojnë Prishtinën si kryeset spaku të kornizës ligjore brenda të cilës ata do të operojnë. Para se do të dalim edhe të flasim edhe për këtë pjesën teknike të organizimit të zgjedhjeve dhe ta hapi debatin, të kaloj tek ju, zoti Zogaj, sa është me rëndësi zhvillimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës, marr parasysh që serbët e veriut të Kosovës t'i marrin ose t'i përqafojnë institucionet e Kosovës, t'i shohin si të vetat? Ndoshta është vështirë që ne të marrim me konkludimin sikur 4 komunat në veri do të janë ose qytetarët serb në veri do të përqafojnë institucionet tona, për shkak që kemi një të kaluar 14 vjeçare që
paka shumë komunitetin e atë pjesë, po jo vetëm, edhe në pjesën jugore, dhe disa komuna, ose më saktësisht ato komuna të cilat edhe janë themeluar